Ishte një zonjë nderuar, e cila vinte nga onkologjiku me një patologji malinje të zorës trash, moshë relativisht e vjetër, moshë e lartë, 93 vjeçe, e cila ju nështrua operacionit. Një rast me shkallë të lartë vështirësie si preadmator që unë që pozitë vështirë. Kuptohet, pacienti është shtruar 2 ditë para, ishin marrë gjitha masat, por jehona e patologjisë lokalisht, si me thënë zorës trash, kishte infiltrime në një predh. Dhe mu desh të vendosesha në vështirësi për të gjetur planin e disekimit, i themi ne, planin e ndarjes, dhe të bëja më pas kyrazh limfatik, heqjen e gjithë gjendrave linfonodulave të mezorektumit, dhe më pas të realizoja një bashkim, edhe pse ishte rreth 8-9 cm të fundit zorës trash, pasi kisha një tumorin me pjesën e sipërme të zorës trash. Rasti vështirë, por vajti goxha mirë, sot ishte me gjithë parametrat normal, dhe jemi duke ndjekur ditë pas dite.